Pra, si e kemi atë një minutë. Itinerari si është? Atëherë do të fillojmë me takimin e parë në Hanja, një ndër qytetet më të mëdha të Kretës, ku jeton prej shumë vitesh një komunitet i madh shqiptar. Në fakt në gjithë Kretën jetojnë sipas shifrave zyrtare diku mes 35.000-45.000 shqiptar, të cilët kanë një rol të rëndësishëm në jetën ekonomike të këtij ishulli, që është një destinacion kryesor turistik për Greqinë, ndërsa në Hanja jetojnë diku rreth 10-14.000 shqiptar, të cilët në fakt janë shumë të integruar. Ajo që kam vënë edhe nga biseda me përfaqësuesit e qeverisë vendore të Hanjas, më vjen mirë të konstatoj që shqiptarët janë shumë mirë të përfaqësuar edhe në këto organet e qeverisë vendore aty dhe bashkëpunimin me ta. Takimi në Hanja do të zhvillohet në një pallat sporti ku do të marrin pjesë një komunitet i madh, jo vetëm aty, po edhe nga zonat përreth, në Rrethim, po do të vinë edhe nga Iraku. Do takohemi edhe me përfaqësues ose drejtues të shoqatave të shqiptarëve aty pas një dallim të majit të djathtë, sepse në fundit ky është për ta edhe një vizitë historike që për herë të parë një kryeminist shqiptar shkon të takoj. Pasi të kemi mbaruar në Kjo është 29 pasdite ora 18. Ne unë do të nisem pak para jush në fakt, ndërsa ju do të niseni 29, po. Po 29. Ndalojmë direkt aty në Kret. Direkt në Kret dhe pastaj ditën tjetër do të kemi edhe një takim tjetër me bashkëdhetarë që jetojnë në Athinë, edhe ky do të jetë diku para pasditet. Kthehemi atë ditë nga Kreta në Athinë, besoj, ëh. Po. Pas takimit do kthehemi në Athinë dhe pas ditën e së dielës do të kemi edhe një takim tjetër me bashkëdhetarët në Athinë, ku duhet ta themi Greqia është e dyta pas Italisë me numrin më të madh të bashkëdhetarëve të regjistruar për të votat e tyre për 11 maj. Edhe takimi i Athinës do të jetë një takim i madh me përfaqësues jo vetëm nga Athina, por edhe nga zonat përreth që quhet Atiki. Dhe me të mbaruar edhe takimin në Athinës do të kemi në Tiranë për të shkuar pjesën tjetër të agjendës dhe nëse mund ta themi që sot, 2 javë më pas, pastaj rikthehemi në Itali për të pasur edhe një takim po tjetër të rëndësishëm me bashkëdhetarët tanë që jetojnë në Itali. Kemi përzgjedhur një pikë afër Milanos, sepse ajo është pika më që i bashkon të gjithë dhe që mund të marrin pjesë nga të gjitha pjesët e Italisë. Por mos harrojmë që pjesa më e madhe e bashkëdhetarëve në Itali jetojnë në zonën e pjesën e veriut të Italisë. Dgjoj, po për pjesën e këtyre votës zarfave, kur nisen, kur i shkojnë? Tani, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar ato procedurat e përzgjedhjes së kompanive të postës dhe besoj që në ditët e para të prillit pritshmëria ime është që diku nga data 7-8-9 prill të mbërrin zarfat e para në destinacionet pak më të afërta dhe deri në mes të prillit të kenë mbërritur edhe në pjesë të tjera të botës ku janë regjistruar shqiptarët. Mos harrojmë që janë 120 shtete ku janë regjistruar bashkëdhetarët. 120 shtete. 120 shtete. Deri në Japoni. Po, Japonia është një emër i njohur, po për shembull Antigua është një emër që është emër i veçantë ku janë regjistruar bashkëdhetarët tanë, po edhe destinacione pak më do thoja unë të njohura, për shembull ka të regjistruar shqiptarë në Iran, që janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhje. Mirë se tani hym live këtu, kështu që po ndërpres se kam këtë syrin, edhe do shihemi atje, se ndërkohë deri atëherë, hajde, përshëndes. Mirupafshim. Pra me 29 të muajit jemi në Kret, kështu që i ftoj të gjithë bashkëdhetarët tanë në Kret që të na bashkohen në Hanja
Dhe në 30 jemi në Athinë, edhe aty me kënaqësi të madhe i ftoj të na bashkohen. Në ndërkohë, kemi një të re shumë pozitive, komisionerja për zgjerimin, Marta Kos, ka deklaruar që përgëzon Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut për shpejtësinë në marrjen e financimit nga plani i rirritjes. Shpejtësia në marrjen e financimit do të thotë përmbushje e detyrave sipas kalendarit dhe programit, se ne s'kemi program, kalendarit dhe programit të dakordsuar për ecurinë e mëtejshme të vendit në rrugën e antarësimit, dhe bëhet fjalë për 64.5 milion euro që vijnë drejt për drejt nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë, 30 milion euro janë për buxhetin e shtetit si mbështetje për reformat e agjendës kombëtare të reformave, dhe 34 kalojnë përmes WBIF-it, pra fondit të investimeve të Ballkanit Perëndimor për infrastrukturën. Kështu që besoj se kjo është një tjetër shenjë shumë e qartë e faktit që ne jemi duke ecur me shpejtësi sipas ritmit përcaktuar edhe nga negociatat për tu antarësuar në Bashkimin Evropian. Në ndërkohë, desha të ndaj me ju dy grafik shumë interesant, por dua ta filloj nga një anketim i bërë së fundmi në Bashkimin Evropian, anketimi bërë nga strukturat e Bashkimit Evropian, ku ka një rezultat shumë befasues për disa, por as pak befasues për disa të tjerë në të cilët hyj dhe unë, që për herë të parë që nga bërja e kësaj ankete në 1983, që nga 1983, kur ka filluar kjo anketë dhe bëhet për vit, për herë të parë ka një shifër rekord, 74% të bllokut të Bashkimit Evropian që beson se vendi i tyre ka përfituar nga Bashkimi Evropian dhe që beson se sot ka arsye të tjera për të mbështetur Bashkimin Evropian. Dhe 35% e mbështetësve të kësaj mase shumë, domethënëse, mbështetje për Bashkimin Evropian që nuk ka rezultuar kaq e madhe që nga 1983, citojnë paqen dhe sigurinë, që është në fakt edhe arsyeja pse unë po ju përsëris për ditë se në 11 maj vota ka një peshë specifike të rëndësishme gjeopolitike eksaktësisht për të garantuar paqen dhe sigurinë e popullit tonë dhe e vendit tonë duke hyrë në Bashkimin Evropian, ndërkohë që 34% të tjerë si arsye të parë citojnë rritjen e bashkëpunimit mes vendeve që fuqizon drejt për drejt edhe ekonominë. Shikoni këtu se çfarë rritje ka pësuar. Domethënë kjo bluja është mbështetja vend pas vendi për Bashkimin Evropian. E papar që nga 1983 kjo mbështetje, sepse popujt e Europës kanë ndjerë thellë kërcënimin
që vjen nga ndarja dhe nga përçarja e Bashkimit Evropian dhe ndërkohë janë të një mendje masivisht që qenia në Bashkimin Evropian është një garanci për paqen dhe për sigurinë. Kështu që atyre që thonë që na duhet ne Bashkimi Evropian, u them se sot në botën e sotme, në kohën e sotme, ne Bashkimi Evropian na duhet më shumë se kur. Dhe nga ana tjetër, ne i duhemi më shumë se kur Bashkimit Evropian, Shqipëria dhe rajoni dhe vendet që janë ende jo në Bashkimin Evropian, për të krijuar kompaktësi duke ribashkuar të gjitha copat e Europës dhe për të krijuar një perimetër shumë kompakt sigurie, gjë nga e cila ne kemi një përfitim të jashtëzakonshëm. Tani shikoni dhe një grafik tjetër. Shikoni çfarë do të ndodhi në momentin që ne do të antarësohemi Bashkimin Evropian. Ky është shembulli i Kroacisë. Grafiku në krahun këtej nga bufi është çfarë merrte Kroacia nga Bashkimi Evropian deri në momentin që u bë anëtare. Ndërsa gjithë mali i lartë janë vit për vit fondet që Kroacia mori pasi u antarësua në Bashkimin Evropian, eksaktësisht siç do të ndodhi me ne. Dhe nëse nuk e di sa arrini ta shikoni, por në anën e malit fondet janë 1 miliard euro e kusur në vit, eksaktësisht shuma që do të marrë Shqipëria nga momenti i antarësimit. 1 miliard euro e kusur në vit, shikoni këtu shifrat, të gjitha shifrat që janë në krahun e bufit janë 130, 140, 150 maksimumi vjetore, paka shumë në total, siç ndodh me ne me programe të ndryshme, dhe në të 10 vitet e fundit ne kemi marrë në total afro diçka më shumë në fakt se sa 1 miliard. Çfarë ne kemi marrë në 10 vite, do ta marrim vit për vit me hyrjen në Bashkimin Evropian. Kështu që diskutimi a ja vlen as ja vlen është kot, është absolutisht i pa bazuar, ndërsa krijimi i vetdijes që në 11 maj duhet të krijojmë një blok kompakt përtej të majtës dhe djathtas, përtej dasive partijake, përtej tifozllëkut dhe rendjes pas fanelave të partisë, është një domosdoshmëri. Duhet ta krijojmë këtë vetdije që të gjithë bashku, dhe Partia Socialiste është vendi aty tek kutia numër 5, mund qendër të flesë votimit, është vendi për të hedhur votën, jo për të bërë të gjithë socialistë, larg qoftë, por për të kompaktësuar mesazhin për Bashkimin Evropian, për të mbështetur fuqishëm negociatat, duke krijuar kushtet që edhe në 12 maj, kur ne të jemi duke numëruar votat dhe gjithë të tjerët të jenë duke u marrë me zgjedhjet, ata 1000 vajza dhe djem që punojnë çdo ditë brenda zyrave të shtetit për negociatat të vazhdojnë të punojnë pa asnjë lloj lëkundje që vjen nga impakti i votës. Në një farë mënyre, Partia Socialiste sot gjendet në vendin e dur dhe në kohën e dur si pika e referimit. Siç gjendej Partia Demokratike në vendin e dur dhe në kohën e dur në 91-92-shin, kur një shumicë dërmuese e papërsëritur ndonjëherë ja dha votën për të konfirmuar një pozicion të ri të Shqipërisë, për të konfirmuar një ndarje përfundimtare nga shkuara dhe një përqafim të së ardhmes. E njëjta gjë në një dimension tjetër do të ndodhi në 11 maj, duhet të ndodhi në 11 maj, ku duhet masivisht me votën tek
Kutia numër 5 të konfirmohet ndarja përfundimtare me historinë e të qenit të lënë pasdore, e të qenit të lënë prapadere, e të qenit popull i dorës dytë në këtë kontinent. Kur Skënderbeu u vendos këtu si një barikad ndaj lindjes, nuk kishte Bashkimin Evropian, patjetër. Por ama konfirmoi atë që ka qenë në vimësi instikti politik i popullit shqiptar, i shqiptarëve, i gjithë atyre që kanë pasur një rol në lëvizjen për ndriçimin e këtij populli dhe për lartësimin e këtij vendi, që përkatësia jonë është, siç thoshte në Frashëri, nga ana e diellit që lind atje ku perëndon. Dhe sot kjo është një domosdoshmëri jetike për popullin dhe për kombin tonë. Është një domosdoshmëri jetike për të konfirmuar dhe për të garantuar lirinë individuale, për të konfirmuar dhe për të garantuar barazinë para ligjit. Barazia para ligjit është për herë të parë në rendin e ditës. Dhe këtu dua ta ritheksoj edhe një herë që unë jam shumë krenar dhe ne socialistët dhe progresistët jemi shumë krenar që jemi ne ata që bën të pamendueshme dorëzimin e shpatës së drejtësisë në duart e drejtësisë, nga duart e pushtetit politik, nga kjo zyrë ku ka qëndruar shpata e drejtësisë që nga 1912 flas, jo fizikisht këtu, po në zyrën e të parit të shtetit, e të parit të qeverisë, qoftë mbret, qoftë diktator, qoftë edhe president, siç ishte Lumadhi, që sot është kthyer në buf, edhe që në buf krete, edhe që burgosi kundërshtarin e tij, dhe ja kemi dorëzuar drejtësisë këtë shpatë. Dhe prandaj sot ka edhe një lëvizje të pa imagjinueshme deri dje të drejtësisë në hetimin dhe në ndëshkimin e personave të lidhur me pushtetin politik. Përtej të gjitha atyre që mund të thuhen si të meta, si boshllëqe, edhe si lajfitje, po doni, të institucioneve të reja që janë shumë të reja për të mos bërë gabime, ky është një moment historik, por ama që ta garantojnë barazinë para ligjit. Një herë mirë, kjo nuk mund të jetë thjesht dhe vetëm në dorë të një partie politike dhe të vullnetit të një leadershipi, siç është sot leadershipi i Partisë Socialiste, sepse nesër vjen dikush tjetër dhe e kthen përmbys. Prandaj duhet Bashkimi Evropian. Hyrja në Bashkimin Evropian e bën të pamundur që një apo disa forca këtu të kthejnë përmbys rrotën e historisë edhe të rikthejnë shpatën e ndëshkimit të drejtësisë si një pushteti i pavarur në zyrën e të parit të qeverisë. Këtë po bën Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe pikërisht për këtë, të gjithë ata që si njerëz të degraduar dhe të dëshpëruar rrinë edhe përsërisin çdo ditë burgu, kush e ka radhën, u futën gjithë në burg etj. Duhet ta marrë një përgjigje në 11 maj, sepse ata nuk kanë asnjë rol në këtë histori. Ata janë pengusit dhe janë armiqt e reformës në drejtësi. Ata janë ata të cilët e morën peng për një periudhë kohe dhe arritën deri të vinë me çadër këtu poshtë në bulevard për të mos votuar vettingun dhe kërcënuan me bojkot të zgjedhjeve, të gjithë bashkë, absolutisht të gjithë bashkë. Sigurisht ishte Luli në krye, po Luli kuptohet ishte kukulla e bufit Knetës.
Dhe bufi i Knetës sot e thot shumë qartë me votën e 11 majit, në 12 maj do shkri spakën. E thot shumë qartë. Ky është kërcënimi. Ky është kërcënimi që është sot dhe mund të jetë vazhdimisht në të ardhmen nga lëvizjet e brendshme politike nëse ne nuk jemi antar të Bashkimit Evropian. Pra, qoftë në aspektin e drejtave, qoftë në aspektin e mundësive që krijon antarësimin atë familje, ku në momentin kur ne hymë dhe bëhemi pjesë, jemi përfitues të drejt për drejt të fondeve ekstra, të një buxheti ekstra, falë kontribusve që janë në atë familje, është pa diskutim, e vetmja rruga jona. Është kurorëzimi i një historie të gjatë, përpjekjesh, mundimesh, luftrash, rrëzimesh, poshtrimesh, që kemi në dorë në 11 maj ta realizojmë duke mos e lënë të iki trenin e historisë. Ky është 11 maj dhe këto desha unë të ndaja fillimisht në këtë shkruan Llazi si do t'i përgjigjesh avokat kujtim Cakranit, kush është ky? Në rubrikën Sy që thot se dikush t'ja kujtoi Edi Ramës që pasaporta jonë prej vitit 2009 na lëviz lirisht në hapësirën europiane dhe nuk ka nevojë që të marrim një pasaportë tjetër nga rubrika gjumë gjy. Nuk e di fare kush është ky avokati, po di që avokati që nga shumë i lodhur, sepse e kam shpjeguar dhe rishpjeguar. Është e vërtet që pasaporta jonë sot ne mundësinë të lëvizim lirisht në vendet e Bashkimit Evropian. Por është po kaq e vërtet që pasaporta jonë nuk na jep mundësinë të ndalojmë lirisht. Dhe këtë e dinë të gjithë shqiptarët që kanë lëvizur qoftë edhe një herë drejt Bashkimit Evropian dhe që kanë ndaluar qoftë edhe një herë në doganat, në kontrollet e pikave të hyrjes në Bashkimin Evropian, që kanë ndaluar qoftë edhe një herë në një aeroport të Italisë apo të Gjermanisë apo të Austrisë e me radhë, ku na thuhet sot e gjithë ditën dilni pak këtej. Dhe në ndërkohë që ata europianët e tjerë që ndryshojnë nga ne vetëm në një gjë, që kanë një pasaportë tjetër, kanë pasaportën e BE-s, kalojnë lirshëm në një korridor ku janë ato yjet sipër dhe thuhet qytetar të pasaporta të BE-s, ne futemi në një radhë si shqiptar dhe paraqitemi një nga një përballë një polici, i cili merr pasaportën tonë, fillon e shef në dritë, fillon e hap, na shef ne, shef pasaportën, na shef ne, shef pasaportën dhe bën pyetjet që i kemi dëgjuar aq herë sa kemi hyrë në kufijtë e Bashkimit Evropian. Ku po shkon? Kush të ka ftuar? Ke hotel të rezervuar? Ke lek me vete? Sa do rish? Kur do ikësh? Pra, është e vetmja derë që mund të trokasësh, ku të thonë kur do ikësh, pa të lënë akoma të hysh brenda. Dhe mbasi ne hym brenda me pasaportën që kemi sot, ne duhet ikim, të vim mbrapsht, sepse po të duam të qëndrojmë aty, pastaj o duhet kërkojmë azil dhe të bëjmë sikur jemi të persekutuar dhe sikur po vim nga Siria, o të rrim ilegalisht edhe të përpiqemi të punojmë në zezë, sepse leje qëndrimi dhe leje pune nuk na jep dot njëri. Nuk marrim dot në këtë formë, duke me demek lëvizim lirisht. Dhe
Për këtë arsye, kur hikin bullgarët, kur hikin kroatët, kur hikin të tjerët në perëndim dhe ndalojnë aty për të punuar, nuk i regjistron njeri dhe nuk duken gjëkundi si njerëz që kanë ikur nga vendi i tyre për të shkuar në një vend tjetër, apo kur ikin italianët e jugut, ose kur ikin grekët, ose kur ikin portugezët, ndërkohë që ne dalim atje në listë sikur jemi të vetmit që lëvizim dhe që ikim. Ndërkohë lëvizja, mobiliteti brenda tregut të madh të Bashkimit Evropian është normë e zakonshme. Kjo do të thotë që me pasaportën e Bashkimit Evropian, me pasaportën që e marrim menjëherë sapo bëhemi antar të Bashkimit Evropian, çdo shqiptar, çdo shqiptare, pavarësisht nga mosha, pavarësisht se a ka lek me vete, a s'ka lek me vete, pavarësisht se a ka ftesë, a s'ka ftesë, mjafton që të marri rrugën dhe mund të ndaloj ku të dojë në Bashkimin Evropian. Dhe ka të njëjtat liri, ka të njëjtat të drejta. Mund të trokas në çdo biznes për të kërkuar punë dhe askush nuk i thot nga vjen, kush je, etj. Në kuptimin që je jo i kësaj anë të botës, po je i anë tjetër të botës, por me atë pasaport është një europian dhe një europiane që ka komsi dhe shtetësi shqiptare, por që ka njëkohësisht qytetarinë europiane dhe mund të ndaloj për punë, për studime, për pushim, për gjithçka tjetër, njësoj siç niset nga Shkodra ndalon në Korçë, apo siç niset nga Saranda dhe ndalon në Tropoj. Ky është Bashkimi Evropian dhe kjo është pasaporta. Kështu që ky avokati që më citon Llazi, duhet të jetë avokat me ndonjë lodhje të posaçme që duhet marrë pak ditë pushim edhe të lexojë shumë pak rreshta lidhur me pasaportën e Bashkimit Evropian. Vazhdojmë me OZKM, po nuk mund të ngeli ora tek pasaporta evropiane se nuk na hyn më në punë, për arsye sepse s'ka më të rinj në Shqipëri. S'ka më të rinj në Shqipëri, okay. Kanë ngelur vetëm djemtë e babit. Kush janë djemtë e babit? Ky që shkruan është Alberti. Albert Alia, duam program të kthehemi, të mbushen shtëpiat me nipër e me mbesa prindërve, duam të flasim si gjuhë të parë gjuhën e nënës fëmijët tam, duam zgjidhje me të gjitha, duam ta mbrohet gjuha shqipe me ligj, sepse mirë që fëmijët po na humbasin identitetin e gjuhën për atë pak që flasin, më kanë bërë lëmsh ata gazetarët e paraparuar. Albert, atëherë ti marri me radhë. Ora nuk më mbeti mua tek pasaporta evropiane, por ora e historisë së vendit ton ka qenë gjithmonë e lidhur me pamundësinë për të qenë të barabartë mes barabartësh në këtë kontinent ku kemi bekimin të jemi në mes, në zëmër të Europës dhe ku kjo zëmër e Europës Shqipërinë ka pasur si një vrim ku shqiptarët kanë vuajtur dhe janë poshtruar historikisht. Kjo është ora e historisë sonë, ora e pamundësisë. Dhe sot ora e historisë sonë ka këtë mundësi. Një mundësi historike pasi është hapur dera. Është hapur dera sepse ne kemi bërë më së miri detyrat tona, por dhe se ata duan të na fusin brenda në shtëpinë e tyre. Për arsye që nuk lidhen vetëm me ne. E shpjegova, që janë gjeopolitike. Dhe ne nuk mund ta humbim të shans. Siç mund të kemi humbur të tjera mundësi historike në të shkuarën. Treni i historisë kalon dhe ndalon, por nuk është si treni që niset në një stacion në tjetrin dhe e shohim, ja dëgjojmë edhe
edhe sirenën, por është një tren që e kuptojmë ose nuk e kuptojmë, e besojmë ose nuk e besojmë, e duam ose nuk e duam. Dhe përsa i përket nëse e duam apo jo, kjo nuk diskutohet që gjithë shqiptarët e duam, në mënyrën e tyre secili. Përsa i përket e besojmë apo jo, kjo është betejë për të kuptuar dhe për të besuar që këtë mundësi historike ne nuk mund ta humbasim duke u marrë me elagu se lagu e duke ngecur në për shumë e shumë cepat që vetvetiu ka jeta jonë. Kënde ende të errta, cepa ende të papastruar e kështu me radhë, sepse kjo është mbi të gjitha. Dhe ka apo s'ka të ri në Shqipëri, unë po të informoj që janë mbi qerek milion fëmijët dhe të rriturit që shkojnë në shkollë dhe studiojnë në Shqipëri, që kemi një ide. Flas për ata që janë akoma pa dalë nga bangat e shkollës, që nga fillorja deri në universitet. Pastaj ka dhe plot të tjerë. Dje isha në Sarandë dhe ishte një kënaqësi e rrallë takimi me një grup rreth 50, 60, 70 veta sa mund të ishin, ku shumica dërmuese ishin të rinj që ishin kthyer me studime, me sukses në ato vende ku kishin qenë dhe po kaq të suksesshëm ishin në sipërmarrjet e tyre. 16.000 votues ka Saranda në listë, do me thënë që janë të rritur dhe që mund votojnë, dhe 1 në 4 e ka sipërmarrës. E kuptove, i dashur Albert, se si është realiteti shumë më i ndryshëm nga propaganda dhe nga ato kënetat e këtij. Ky është si yll, ky që ka mundtu. Po këneta e atij të mosozotshmit që ka mbetur atje, edhe që lufton thjesht dhe vetëm për veten e tij. Dhe mban peng një forcë të tërë politike që lindi si shpresë dhe sot është një kënet e mbaruar. Dhe kënetat mediatike. Dhe përsa i përket gjuhës, ke të drejtë, gjuha shqipe duhet mbrojtur patjetër, dhe ne po bëjmë shumë punë për gjuhën shqipe, edhe në shkolla, edhe në dediti që për shembull gjuha shqipe ishte pothuajse hequr nga programi në të shkuarën dhe ne e fuqizuam duke shtuar orët, duke e futur në një nivel të studimit që nuk ekzistonte më. Kështu që lëri palavrat, thot ky tjetri, leni rrenat, tregohu Miletit program. Ky është me siguri nga ata që janë në efektin e zhurmave të kënetës. Jo me bufin të merresh gjithë ditën. Unë jam i sigurt që ti nuk e do Shqipërinë në BE. Je i sigurt, po nga e ke këtë siguri? Ky është Lë Demi. Nga e ke këtë siguri, Lë Demi, që unë nuk e dua Shqipërinë Bashkimin Evropian. Nëse unë nuk do doja Shqipërinë Bashkimin Evropian, nuk do e gjoja asnjë sekond nga jeta ime duke u marrë me këtë punë që merrem, edhe lëre pastaj duke dhënë marrë me të verbrit dhe të shurdhuarit nga zhurma e kuave që janë turur këtu, se janë të prekur që unë merrem me bufin. Në fakt, unë nuk merrem me bufin Lë Demi, me bufin merrni ju, që e mbani akoma aty. Jo unë. Unë thjesht konstatoj atë që sheh shumica e shqiptarëve, që në krye të opozitës ashtu quajtur, është një buf kneta, dhe që opozita është e gjitha
një tërësi krijesash në një knet. Një knet të madhe politike dhe mediatike. Kjo është e vërteta. Nuk ka të vërtet tjetër dhe nuk ka falsitet që e mbulon këtë të vërtet. Dhe nuk ka pasqyrë të rreme si me demek programi. Dhe përsa i përket programit që duhet të tregoj unë ti lëdemi, programin ton e keni parasyve për dit dhe pa tjetër që do të ta tregoj edhe ty, do t'ja u tregojmë dhe atyre që me demek duan program, po që në fakt nuk kanë iden as se çfarë programi kanë vetë e as se çfarë programi kemi ne, sepse nuk ju intereson. Kjo është e vërteta. Është vetëm një lavazh i madh i trurit kundër meje dhe kësaj qeverie, por nuk ka asnjë problem. Mbete zë kryeministër, thot Dimitri, nga mëngjesi deri në darkë në TikTok, unë TikTok s'kam fare, e kam të mbyllur prej shumë kohësh, kështu që kjo s'është e vërtet. Dhe në FB, ja kaluat dhe tani dëgjoj këtu. Arsyeja pse unë jam në FB edhe tani është pikërisht kjo që po ndodh tani eksaktësisht me ty personalisht, që është detyra ime të komunikoj dhe është pjesë e detyrës time të komunikoj. Unë nuk punoj me kazëm, nuk më kanë caktuar këtu që të hap ndonjë kanal, fjalë e vërtet, që të hap ndonjë kanal me kazëm. Puna ime është pikërisht që të mendoj, që të lexoj, të analizoj, të diskutoj dhe në fund të marr vendime. Kjo është puna ime. Dhe pjesë e kësaj pune është të komunikoj intensivisht, sa më shumë, me njerëzit dhe për njerëzit. Kështu që çfarë është kjo histori tani që jeni bërë kështu, jeni bërë ashtu? Se marr vesh fare këtë histori. O Edo, thot Albania në diaspora. Prapti. Nuk na intereson se çfarë ha, çfarë vesh ti. Po edhe po të interesoj ti Albania në diaspora, nuk është se jam ndonjë atraksion i madh. As në çfarë ha, as çfarë vesh, se siç e shihni, kam nuk e di sa kohë që vesh një bluzë, kam një 10 kopje të kësaj bluze, edhe tuta, siç e shihni. Kështu që nuk është se kanë edhe në çfarë ha, nuk është se jam aq interesant, sepse fare zakonshëm. Nuk na intereson për ty që je kryetar shteti. Nuk jam kryetar shteti. Kryetar shteti është presidenti i Republikës. Unë jam kryetari i qeverisë Albania në diaspora. Nuk kemi besim as tek ty, as tek të tjerët që lehin e gamgjizin. Duhet të jesh në Greqi, kam përshtypjen. Si qenë rrugë që ka Tirana, faleminderit, po unë nuk le, unë flas. Dakord? Unë nuk le, unë flas. Ti jesh i bindur se pesh nuk ka. Unë nuk jam krejtësisht i bindur se pesh në thonjza nuk ka, sepse kam përshtypjen që sapo jam duke komunikuar me një prej tyre, që flet pa asnjë lloj frenimi të vetvetes dhe lëshon fjalë që nuk janë të denja. Nuk ndikojnë për ne thënjet e thashat, replikat tuaja me sjush. S'ka problem. Ne thjesht bëjmë ndonjë koment për humor, kot me harxhu kohë, po unë nuk kam kohë kot për të harxhu ti Albania në diaspora. Të jesh i sigurt ta merrni atë që meritoni me 11 maj, këtu jemi shumë dakord. Këtu jemi absolutisht dakord që në 11 maj të gjithë do të marrin atë që meritojnë. Këtë nuk e diskutoj fare, sepse në 11 maj është populli që do të gjykojë dhe vendos, dhe populli nuk është as ti as unë. Është diçka shumë më e madhe se ti dhe unë, kështu që as nuk e diskutoj fare. Këtu jemi 100% dakord. Në 11 maj secili do marrë atë që meriton nga populli. Dhe pastaj secili do bëj ato konkluzionet që i takojnë. Edhe ti. Të uroj fitore zoti Rama, më serioz, secili tregon veten e vet në shumë mënyra,
ti trego veten tënde, ti shiko që ke disa punë aty në bashki, unë punët në bashki i kam mbyllur në 2011 e dashur Rozeta, nuk jam kryetari i Bashkisë Tiranës, dhe shumë punë të qeverisë thjesht kanë emrin e nuk punojnë asnjë ditë, këto që hanë në kurisë shtetit dhe popullit të tjerë të bufi knetës, unikatilit dhe fjalë banale. Dgjoj, Leri Mënjan, unë nuk lë Mënjan asgjë, të gjitha këto janë pjesë të njëjtës gjë. Dhe nëse unë flas për bufin e Knetës, dhe të vazhdoj të flas patjetër deri në 9 maj, që është dhe dita e Europës, ku është dhe finishi i kësaj fushate elektorale, flas që i bie pragu të dëgjoj dera, se po t'i biesh asaj dere, nuk hapet. Flas për derën e shumë kujt që i verbuar, i shurduar, vazhdon dhe nuk sheh dhe nuk dëgjon që nuk ka një lider. Nuk ka një lider, ka një buf Knete dhe nuk është në një hapësirë demokratike politike, po është në një Knet politike. Dhe është një mënyrë metaforike për të treguar se me çfarë kemi të bëjmë, uji i ndënjur. Dhe këtë e tregoi shumë qartë edhe praktika shumë hipokrite, shumë skufe, shumë e pabesë e atyre gjoja primareve. Sa demokrat, të cilët besuan se ju erdhi dita që të vlerësohen për atë që janë, u zhgënjyen sepse u përdorën për një propagandë hipokrite dhe u lanë jashtë. Dhe simboli i tyre është fitusi i primareve të Tiranës, fitusi, kryetari i Partisë Kavajës, as nuk e njoh, as nuk kam dyshim që është kundër meje dhe kundër Partisë Socialiste, se s'ka si tjetë ndryshe, por fitoi dhe hodhën jashtë. Doli i pari dhe nuk gjeti dot vend në listë. Por ai është një, po ka plot e plot të tjerë si ai. Dhe këtë kanë kuptuar vajzat dhe djemt e Forumit Rinor Demokratik të Partisë Demokratike të Vlorës, që masivisht u shkëputën dhe sot janë bashkë me mua, bashkë me skuadrën tonë të deputetëve, ku kanë edhe një person që i përfaqëson me qira fjala si frym, që është pedagogja dhe dekania e Universitetit Vlorës, Zamira, për të arritur një qëllim shumë më të madh. Ata nuk u bën socialist, dhe mbasës bën kur socialist, por ata janë pjesë e jona. Dhe unë jam pjesë e tyre. Sepse Shqipëria që duam në Bashkimin Evropian është përtej këtyre dasive dhe ndarjeve dhe ideologjive dhe historive. Kuptove ti, Rozeta? Kështu xhan. Dhe Unikatilin mos ma prek, unë nuk kisha djeni për ekzistencën e tij, por që kur ma ka prezantuar Luli e dëgjoj edhe më pëlqen shumë. Realisht. Është super talent, super talent. Baftjar, hallet tona i ke ti ndoro sheiku shqiptarëve, ja, urdhro. Ti do na i qash hallet, ti je vetëm për vete dhe nuk do të dish për popullin. Po ku e di ti për shembull të Baftjar, apo kështu të ka thënë ky? Ky jo xhanëm se ky është këtu, shiza i bukur është. Po ky është thjesht për të kujtuar që kujdes nga bufi i zi, kujdes nga bufi katran me boj. Tani tallesh me Lulin, do të vi fundit e ty. Unë nuk tallem askënd ti djalë. Unë përdor të gjitha armët e gjuhës dhe të gjithë e rashkën e larmishme të komunikimit për të thënë ty që të fokusohesh dhe të kuptosh se nga duhet shkosh në 11 maj. Po ti, nësa shof, e pas ka humbur rrugën dhe nuk do t'a gjesh. Ka një fillim dhe fund, patjetër ka një fillim dhe fund. Dhe fundi im në këtë detyrë është kur të t'jap ty pasaportën e Bashkimit Evropian. Atë ditë t'jesh i sigurt që nuk do kesh më fatin që të flasësh me mua dhe unë nuk do kem detyrimin që të flas me ty i dashur. Po deri atëherë, pavarësisht se ti mendon kaq keq dhe kaq ndryshe, unë kam për detyrë të flas edhe me ty.
ky është fati im. Dhe në qoftë se unë nuk do qaja hallet, unë nuk do isha duke u marrë ditë natë për të folur deri dhe me ty. O fol sa të dush me lulin dhe me veten, s'të beson kush ma përveç atyre që po hajnë me ty se e bo si ndjeri ver llapa të ishte njëshi apo se afron dhe ftyrën të tel dhe darjen të qimet shtrema kena i berber që të shikon apo s'ke lek me dhe në gjuna o Petrit, po qimet e burrave shef ti mër Petrit, mas qimeve të burrave shkon ti. Mër Petrit. Mër Petrit, am beson as beson kush mu edhe kush beson as beson shqyqyre e kemi shumë afër për ta marrë vesh se do na e thot populli në 11 maj. S'ke fajti mojo, thot Marinela, fajin e kemi ne. Që s'të largojmë dot për qamet me sistemin që ke ngritur, Marinela. A ke ndonjë plan për të luftuar korrupsionin apo po mirë, më kjo lufta kundër korrupsionit që po zhvillohet, këto hetimet që po zhvillohen, këto gjyqe që po zhvillohen, si thua ti, më fal si Bruno Argento, si thua ti, nuk kanë lidhje me asnjë plan dhe me asnjë projekt dhe me asnjë program dhe me asnjë vullnet timin dhe të Partisë Socialiste, po mos isha unë dhe Partia Socialiste ti nuk do i shifshe këto. Altin Dumani, për cilin kam respekt, dhe e kam përsëritur dhe përsëris ka të gjithë solidaritetin tim dhe solidaritetin ton përballë sulmeve kafshërore, edhe deri kundër familjes ti, nuk ka ardhur nga hëna ti Bruno, as nuk e kanë sjell me avion nga Amerika ose nga Europa kur u ngrit institucioni i Spakut. Ka qenë këtu, ka qenë prokuror, ka punuar prokuror. E kishe dëgjuar ti Altin Dumani ndonjëherë. Dhe jam i bindur që i tillë ka qenë edhe atëherë. Pra, i ndershëm dhe kurajos. E kishe dëgjuar ti përpara. Po pse nuk kishte thirrur Altin Dumani atëherë ndonjë politikan ti thosh hajde këtu tashti edhe më trego si është kjo punë. Hajde këtu dhe mi jep llogari. Pse nuk kishte marrë Altin Dumani një politikan ta çonte përpara drejtësisë? Si mendon ti? Se kjo është shumë e thjeshtë si pyetje. Sepse nuk kishte ardhur akoma koha që solla unë dhe Partia Socialiste, që bëm reformën drejtësi, që i dorëzuam shpatën e ndëshkimit drejtësisë, që vum veten dhe organizmin e vetë partisë tonë pushtet në dispozicion drejtësisë, pikërisht për të përshkallëzuar luftën kundër korrupsionit dhe për t'i kërkuar drejtësisë të ndërhy kudo ku shikon, të arsyeshme të ndërhy, dhe për të pastruar dhe shpinën tonë. Si thua ti tani? Së duket një plan këty? Po bufin e knetës, edhe të gjithë këta që përmend këtu lulërat, i ke parti se çfarë bënin kur unë dhe Partia Socialiste donin të bënin reformën drejtësi. I ke parti se si reagonin, edhe se si u përpojnë deri në fund ta pengojnë, po i dëgjon tani bufin ti që thot më jepni votën të shkris Spakun, e dëgjon bufin se çfarë thot edhe për çfarë përbetohet kur flet për Altin Dumanin? Po më si ka mundësi që ka gjë të mos kuptohet, apo bën sikur se kupton, se ti duhet të jesh djalë i zgjuar, se e ke edhe mbiemrin Argento, Bruno Argento. Ke 12 vjet në pushtet, thot Ersi, dhe premton Shqipëria në EU në fund të mandatit. Të njëjtat pralla me të njëjtit personazhe. Dgjoj, unë premtoj Shqipërinë në EU pa diskutim. Që nga fillimi. Dhe kjo është rruga. Po ti Ersi duhet informohesh se Malizi, për shembull, ku Malizi në EU premtohet, po ashtu prej shumë vitesh, ka që në vitin
2012, para se unë të bësha kryeministër, që ka hapur negociata dhe akoma nuk është në EU. Tani si do i thuash udhëheqësve të Malit Zi, që janë të njëjtat pralla me të njëjtat personazhe? Po Serbia, që ka që në 2014 që negocion të hyjë në EU, çfarë do i thuash? Që të njëjtat pralla me të njëjtat personazhe, po Maqedonia e Veriut, që quhet Maqedoni vetëm, që ka që në 2005 kandidate për Bashkimin Evropian. Si do i thuash atyre? Do tallesh dhe me ata? Apo do përpiqesh të kuptosh se si funksionon ky proces dhe se çfarë përpjekje titanike është që të hysh në EU? Dy rrugë, o të kuptosh se si funksionon procesi që të mos flasësh budallëqe, o të flasësh budallëqe dhe të duket sikur po thua gjëra të mençura, zgjidhe merr. Por ne kemi që vjet që negociojmë dhe kemi bashkërisht me Komisionin Evropian dakordsinë që t'i mbyllim negociatat deri në 2027. Do me thënë, në 3 vjet negociatat nuk i ka bërë askush. Dhe jo se ne jemi të veçantë, ne kemi bërë detyrat tona, kemi shkëlqyer që ta dish atje, dhe shkëlqejmë atje. Kjo është e vërteta. Por ka përkuar fati ynë me fatin e Europës dhe sot janë ata që na duan ne atje për interesin e tyre, jo thjesht për faktin që ne duam të jemi atje. Ky është fati, këto janë yjet që janë përputhur. Tani, a ja vlen të hyjmë të diskutimin e të dy si shqiptar në vend se të bashkojmë duart edhe të përqafojmë këtë fat? Si thua? Mendoje. Premto rrugë shtroi. Çfarë muhabeti. Demokrat nuk të bën as PD-ja, as PS, jam shumë dakord, unë demokrat jam. Socialist. Demokrat socialist. Të bën praktikimi i parimeve sociale, patjetër. Mund të jesh përkrahas i PD-s ose i PS-s dhe në familje shoqëri zy rrugë, punisht të jesh diktator ose tiran, pa diskutim. Jam shumë dakord, Lulieta, i ndaj me ty të gjitha këto, nuk e kuptova eksaktësisht ku ma hodhe llafin, po i ndaj të tëra këto me ty. Turp të Zotit, ky është njëri që emrin e vet e shkruan greqisht. Nuk di ta lexoj. Turp të Zotit që rri para flamurit ton, që shkataruat kombin shqiptar, trojet tona, bashk, punëtor, me bufin që mendon për bëhet turp. Ne nuk ishim nevojë as për Europian, as Amerikan, se Shqipërisë na ka nevojë në gjithë bota, o Zot. Shqipërisë ja ka nevojë në gjithë bota. Që këtu mbyllet biseda. Ja ke gjetë telat ti populli kryeministër, buk misri Tallava, Gallat, në i cop djatë bardh për fundbit dhe 12 vjet Hyseni me nos rrokun Silvio Zogaj. Silvio, tani, që ti ndajmë dy gjëra, ka një pjesë të madhe, 99% që është shumë serioze, dhe që ka të bëjë me të gjitha ato që ne kemi bërë, që nuk ka bërë askush përpara nesh, dhe që e kemi sjellë për këtë arsye Shqipërinë kaq afër realizimit një ëndre historike, ngjitjes në majën ku do të vendosin flamurin ton kombëtar në rresht me flamurit e tjerë të Bashkimit Evropian. Ka dhe një pjesë që është pjesa e komunikimit elektoral. Dhe bufi i kënetës të ndihmon ty dhe ndihmon të gjithë kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë. Thjesht fare, pa i rënë gjatë, se shumica dërmuese nuk ka as kohë, as nge, as interes të thellohet në lexime, studime, programesh, por duhet ndihmuar të kuptoj se për çfarë bëhet fjalë. Dhe historia jonë është shumë instruktive për këtë. Sa herë që bufi kënetës dhe këneta kanë marrë diçka në dorë, kanë lënë mbrapa vetëm
gropa, plag dhe zhgënjim. Sa herë kanë marrë diçka në dorë, qoftë pushtetin qendror, qoftë pushtetin vendor. Sa herë që Partia Socialiste ka marrë diçka në dorë, e ka lënë më mirë se sa që ishte kur e mori. Ndërkohë që këtë herë nuk kemi ndërmend ta lëmë, nuk diskutohet se do të vazhdojmë dhe unë personalisht do të vazhdoj deri kur do t'jap edhe ty pasaportën europiane. Dhe atëherë pastaj, me atë pasaportë europiane, do më kujtosh. Nuk do jemi më në komunikim bashkë, por do më kujtosh. Okay? Ju me marë luli, unë mytëm në det, thot Sinan Daja. Jo mërë Sinan se që do mori luli e para, e dyta, detin e kemi për t'u larë edhe e kemi për t'u frymzuar dhe e kemi për t'u bashkuar me tjerët. Kënetën duhet ta thajmë dhe do e thajmë bashkarisht Sinan. Kurse lulin me zi e kemi. O lul! Ju përshëndes. Po bufi pse nuk flet. Flet, po është ai ziu se ky është shivezi është sa i bukur. Është tu për t'ju thënë që kujdes. Ju përshëndes. Insta. Ju përshëndes.